Mëngjesin e sotëm me qindra besimtare musliman të rrethit të Bulqizës kanë kryer ritin e faljes së namazit të Kurban Bajramit, që prej orës 5:30 minuta besimtarët musliman u mblodhën në sheshin përpara xhamisë për faljen e namazit. Riti i faljes u drejtua nga muftiu i Bulqizës Sedin Strazimiri, i cili në fjalën e tij përpara besimtarëve tha se sot është dita më e madhe e vitit, dita që madhërohet e emri i Zotit, ndaj Kurban Bajrami është dita e sakrificës së robit për hatër të Zotit, ndaj bëhet kurban në këtë ditë. Sot është dita ku fëmia duhet të tregojë respekt ndaj prindërve dhe më të mëdhenjve. Sot është dita ku duhet të shtrim dorën e pajtimit duke lënë me një anë në rit. Sot është koha ku ne duhet i shërbejmë vendit atë dheun ton, u shpreh muftiu i Bulqizës. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E fillojmë këtë ditë bukur, këtë ditë feste, këtë ditë Bajrami, me lavdet, falenderimet, mirënjohjet ndaj krijuesit gjithësisë, Allahut fuqiplot. Atij i takon falenderimi dhe mirënjohja për gjitha mirësitë që gëzojmë. Përshëndetjet më të sinqerta, më të mira ja dërgojmë njeriut më të mirë për njerëzimin profetit Muhammed Mustafas sallallahu ta'ala alaihi wasallam, familjes së tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe ja vjen kjo fest, ky Bajram, që na tregon se duhet jemi njerëz që sakrifikojnë, duhet jemi njerëz që e besojnë fort krijuesin e gjithësisë, duhet jemi njerëz që harxojnë nga koha e tyre, nga pasuria e tyre, për të gjendur njerëzve të tjerë, për të qenë solidar, për të qenë bamirës, për të qenë kontribues në këtë vend, për të qenë tamam njerëz, me misionin që na ngarkoi Zoti i gjithësisë në faqet tokës, Khalifetullahi fil ard. O njerëz, ju kemi bërë që drejtoni tokën, ta rregulloni ato, ta mbani ato dhe jo ta shkatroni ato. Të jesh musliman do thotë ti dorëzohesh urdhrit Zotit. Ta besosh Allahun fuqiplot fort si një i vetëm i pashoq dhe se të kryesh punë me të cilët e meriton faljen dhe mëshirën e tij. Vjen kjo fest mbas punëve të mëdha. Bajram do thotë fitore. Fitore mbi veten, mbi egoizmin, fitore për punë të mira. Siç ishte Bajrami i Ramazanit, mbas një sakrifice një mujore, vjen edhe ky Bajram. Vjen edhe kjo fest për të bërë vepra të mira, dhe vepra më e mirë e kësaj dite është kurbani. Kurbani jo për t'u treguar që ne jemi njerëz që derdhim gjakun, jo, po për t'u afruar tek Zoti i gjithësisë, për të qenë në ndihmë të atyre që kanë nevojë, se kurbani duhet shpërnda, duhet me i dhanë edhe atij që s'ka mundësi, pra me ble mishin që të gëzojë në këtë ditë. Kurban do thotë të afrohesh tek i madhi Zot. Ashtu siç ishte shembulli i një prej njerëzve më të lartë, babai i shumë profetëve, shumë pejgamberëve, Ibrahimi a.s., që e ndërtoi faltoren e parë në faqet tokës, Qabën e madhnueshme, dhe mbasi i përfundoi punimet, ju shpall, ju inspirua që duhet bëjnë të një sakrificë shumë të madhe. Sakrifica ishte djali i tij, Ismaili a.s. Duhej bërë kurban djali për këtë faltore. Por çështja nuk ishte për të bërë kurban dikush, çështja ishte mu afru tek Zoti. Me qenë njeri i devotshëm që i bindet që e çon në vend urdhrin e Zotit. Dhe kur urdhri i Zotit shkoi në vend, ky kurban u zëvendësu me dash. Qëllimi ishte urdhri i Zotit të shkonte në vend.
Dhe që të shkon urdhri i Zotit në vend, duhet patjetër të sakrifikojmë nga koha, nga pasuria, nga mundi që të gjindim njerëzve të tjerë. Kjo ditë do të thotë të shohim të afërmit tonë. Sot shohim që shumë mundohen të na e shkatrojnë atë që e kemi të shenjtë, të na e shkatrojnë familjen, bëjnë lloj reklamash për ta prishur familjen, por se familja për besimtarin është e shenjtë. Farefisi gjaku është i shenjtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, nuk hyn në xhenet ai që i kput lidhjet me gjakun e vet. Nëse ke pas hatërmbetje, mendoj të afërm me xhajën, me hallën, me tezën, me dajën, me kushëririn. Sot është dita me i lanë më njanë hatërmbetjet, me e uru njëri tjetrit, me ja bë halal njëri tjetrit. Kjo është ditë që i afron zemrat. Kjo është ditë gëzimi, ditë madhërimi. Prandaj e nisëm me tekbir, me madhërimin e emrit Zotit. Kur themi Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. La ilaha illa Allah, nuk ka Zot tjetër veç Allahut, nuk e meriton adhurimin, përkuljen ton, përkushtimin ton, vetëm se Zoti i gjithësisë, la sharike leh, ai nuk ka shok, ai nuk ka shoqërues. Pas ritit të faljes, muftiu i Bulqizës uroi gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen. Bismillahirrahmanirrahim. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, ju uroj gjithë besimtarëve gëzuar për shumë vjet, qoftë një ditë e mbar, një ditë e gjindjes pra njëri tjetrit, një ditë e gëzimit në familje, me fëmijët, me të afërmit, me ato që ju do zemra, qoftë një ditë e bukur, një ditë që lartësohet fort emrit madhit Zot, krijuesit gjithësisë. Zoti i bashkoft zemrat tona në veprat mira, na bëf prej atyre që ftojnë tek punët e mira dhe i largojnë njerëzit nga e keqja, nga e vështira. Zoti na i drejtoft rrugët tona për tek e mira. Edhe një herë gëzuar për shumë vjet këtë festë të madhe për gjithë besimtarët. Wassalamu alaikum.